Është bërë prezantimi I kandidates për deputete të Partisë Demokratike për qarkun e Shkodrës, Senada Mehmeti, me strukturat dhe simpatizantët e njësisë administrative të anës së Malit. Të pranishëm ishin kryetaria PD-s Shkodër, Eliona Shkreli, drejtuesi politik I PD-s për qarkun e Shkodrës Luciano Boçi, si dhe kandidatë të tjerë të Aleancës Shqipëria Madhështore. Kandidatja Senada Mehmeti I falenderoi të gjithë pjesëmarrësit në këtë takim dhe u premtoi se nëse ju do të më votoni mua dhe Partinë Demokratike, do të jem për ju një zë I fuqishëm në parlament. Aq më tepër duke qenë edhe e lindur në anë të Malit dhe si bie juaja, suporti im ndaj jush do të jetë I pakursyeshëm. Unë nuk është se vim ju bë premtime personale që ty do të bëj ministër, ty do të bëj drejtor, se e di që kanë arritur më jetë hunë, se dhe dini që nuk janë as pak reale, edhe ndoshta këto fjalë keni lënë shumë kohë edhe për njerëzve që kanë ardhur, ju kanë thonë do të bëj ministër, do të bëj drejtor, edhe kanë ikë dhe nuk janë duk më. Ajo që unë ju premtoj me shumë vendosshmëri është se derën time do ta keni gjithmonë të hapur, telefonin tim do ta keni gjithmonë të hapur. Do fokusohem te bujqësia. E thash që ju nuk keni tregje, sepse 80% të tregjeve për sa I përket shitjeve të qumshtit, produkteve të tyne dhe të gjitha produkteve bio, sepse ne kena një program shumë të mirë që thotë Made in Albania, që do të thotë ne do stimulojmë shumë prodhimin vendas, do subvencionojmë dhe do krijojmë edhe tregjet e shitjeve. Me tonelata naft janë dhuru për jahtet luksoze vetëm e vetëm për një foto dhe një publicitet që gjasme është bërë Shqipërisë dhe fermerët kanë met pa subvencion as të naftës, as subvencionet e tjera ekonomike që është dashur me I bë. Partia Demokratike ka një program të qartë edhe për subvencionet, edhe për përmbytjet, për sigurimin e pronës në rast e fatkeqësie natyrore, siç janë përmbytjet në rastet e juja, 70 deri në 100% mbulim. Gjithashtu edhe siguracion për sa I përket mbi prodhimit që mund t'ju ndodhin, por edhe të sulmeve të tjera gjatë kohës së prodhimit. Si vajza juaj, si bia juaj, ka marrë këtu që me vendosshmëri t'ju kërkoj të gjithëve tashmë, jo vetëm demokratëve, të votoni Partinë Demokratike numër 1. Në fund, takimi u mbyll me premtimin se banorët e anës së Malit do votojnë Senadën dhe Aleancën Shqipëria Madhështore. Është hera parë që Partia Demokratike në këtë zonë bjen si kandidate një vajzë, një bijë kësaj zonë. Dhe është në nerin tuaj me I dhënë përkrahjen maksimale Senatës edhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore që kryesohet nga Partia Demokratike.